Ushqimi është një ndër faktorët më të rëndësishëm për një jetë të shëndetshme, andaj kujdesi që duhet kushtuar është tejet i madh. Doktor Gëzim Gjara është shprehur se sipas një studimi të Universitetit Harvard, konsumimi i mishit të përpunuar rrit me 50% rrezikun e vdekjes nga sëmundjet kardiovaskulare, duke mos lënë anash edhe rritjen e rrezikut për sëmundje tjera. Një studim i Harvardit 2024 thotë mishat e përpunuar 50% e rrisin rrezikun e vdekjes nga sëmundjet kardiovaskulare. Ato shoqërojnë në rreth 66% më të lartë edhe për sëmundjet të muskulit të zemrës, lodhja, domethënë edhe sëmundjet të ndryshme. Ekziston rreth 55% obeziteti më i madh dhe sëmundjet degenerative. Kjo është për mishin e procesuar, domethënë. Një rrezik 29% më i lartë për kancerin kolorektal. Edhe mishi i procesuar hin në grupin e 2A për shkaktimin e kancerit, që është një grup afër ose i njëjti grup me naftën. Domethënë si me hongër mish procesuar si naftë është e njëjtë. Tutje doktori Gjara shtoi se njeriu gjatë 70 viteve jetë shpenzon rreth 32.098 orë vetëm duke ngrënë ushqim. Rreth 32.098 orë njeriu i shpenzon gjatë 70 vjet jete vetëm me ngrënë ushqimin. Ndërsa 2 orë në ditë minimumi duhet përgatitet ushqimi. Në vendet islamike 78 deri në 86% përgatitjes së ushqimit e kryen në familje gratë. Ndërsa në vendet tjera kryhet diku rreth 56% për gratë. Kur jemi tek ushqimi, doktori Gjara shtoi se çdo ushqim i pjekur në skar është i rrezikshëm. Damet më të mëdha që janë ushqimet e hidrogenizume, karbonifikume, domethënë këto barbecue, çdo ushqim i pjekur në domethënë skar është i rrezikshëm. Sipas hulumtimeve, rëndësia e marrjes së vitaminës D është tejet e madhe, sidomos tek fëmijët ku preferohet që këtë vitaminë ta marrin menjëherë pas lindjes. Udhëzimet më të reja shoqatës amerikane dhe akademisë amerikane, akademia ka aprovuar në vitin 2008, dhe unë kam të shkruar në ato listat e mia, fëmijët duhet me marr vitaminë D menjëherë pas lindjes, nëse janë në gjendje të mirë dhe thith mirë. Si të thith gjeun e nanës, menjëherë më ia dhon ditën e parë vitaminën D. Jo 10 ditë, 5 ditë javë që është si mas. Këto është frika që mendojnë që i shkon keq atë diçka. Tutje doktori Gjara shtoi se në vazhdimsi duhet pasur shumë kujdes në përzgjedhjen e ushqimit, sepse i njëjti siç ndikon në përmirësimin e shëndetit, nëse nuk zgjedhet me kujdes, mund të çojë edhe në diagnostikim me sëmundje të rënda. Ka dallimin veç 5%.